çështja është që ne nuk kemi të dhëna akoma për këtë situatë, por që duhet presim. Nuk e besoj që shumica e këtyre informacioneve sensitive ruhen nëpër servera email-e siç është rasti që po flasim. Çfarë të dhënash mund të jenë kompromituar nga ky sulm kibernetik? Që është që ne jemi vetëm në fazën e aludimit tani, domethënë nuk është se hakerat kanë dalë në konkluzione se çfarë kanë marrë, sepse një sulm kibernetik praktikisht duhet ishte kuptuar më përpara se të ndodhte, por ne në Shqipëri në 2-3 sulmet e fundit sulmet janë kuptuar vetëm pasi hakerat kanë dalë dhe kanë thënë që ne kemi sulmuar dhe kemi marrë dhënat. Uroj që mos kemi të hakeruar dhëna sensitive, email-et e prokurorëve dhe të personave që kanë rëndësi të veçantë. Sa i sigurt është aktualisht sistemi informatik i institucioneve të drejtësisë në Shqipëri? E këtë gjë unë s'mund ta them sepse nuk jam një person i brendshëm i institucioneve shqiptare, por nga fakti edhe duke marrë shkas edhe që nga sulmi kibernetik që u bë nga Irani në 2022-shin edhe tani, ka asnjëherë edhe duhet të sjell edhe dy situata, si në rastin e WikiLeaks, si në rastin e Julian Assange, që janë dy raste që është kuptuar që sa herë që kemi pasur sulme, gjithmonë ka pasur brenda një bashkëpunëtor. Dhe tani unë nuk është se dua ta ludoj që brenda këtyre sulmeve ka bashkëpunëtor nga brenda institucioneve për të kryer këto sulme kibernetike, por është shumë e vështirë, si në rastin e kuvendit që hakerat shkruan deri në atë që në gjuhën teknike quhet root server access, të hyjnë deri në atë pikë pa pasur një person të brendshëm brenda institucionit. Zoti Kallaxhi, sa herë ndodhin të tilla sulme, reagimi zyrtar nga institucionet shqiptare artikulon që s'ka pasur dëm nga ky sulm, por mund të themi dardha e ka bishtin mbrapa, sikurse edhe historia ka treguar. Çfarë mund të kenë gjetur hakerat aty? Tani ne jemi në kontekstin e aludimit tani çfarë mund të kenë gjetur, por çështja është sa herë që ndodhin sulme kibernetike, sidomos kur hyn si në rastin e fundit që ishte hakerat kanë hyrë në atë që në gjuhën teknike quhet root server në zemrën e sistemit, me akses në zemrën e sistemit, ata mund të kenë marrë të gjitha dhënat. Pastaj ç'a mund të bëhen, pastaj ka plot mundësi për të influencuar vendime, për të marrë vendime, për të paraprirë vendimeve që do merren në momente të caktuara, për të kontrolluar një person me kë po komunikon, çfarë vendime janë duke marrë, si të paraprinë dhe të manipulojnë në një farë mënyrë vendimet, të manipulojnë, sepse ne akoma nuk e dim nëse si në rastin e kuvendit hakerat kanë marrë akses për të nisur email-e, duke qenë që në momentin që një haker ka marrë akses në atë që gjuhën teknike quhet root server, ai mund të nisë email-e të çfarë do lloj përdoruesi dhe në një farë mënyrë të lëvizë edhe këto që influencat brenda një vendimi. A rrezikohen ndosje gjyqësore, vendime apo të dhëna personale të qytetarëve? Në momentin uroj mos kenë hyrë ashtu si në rastin e parlamentit në root server, sepse në momentin që kjo do të ndodhur, ata do kenë ndoshta personat që nuk i kanë gjithë komunikimet e tyre me email, por shumica e komunikimeve që mund të kenë qenë brendshme, patjetër ata që mund të kenë marrë. Dhe pyetja është, nëse ka pasur bashkëpunëtor brenda, bashkëpunëtori mund të ketë bërë edhe dëme të tjera, si t'i japi akses brenda në network, nëpërmjet networkut mund të arrijnë në fajle të tjera dhe që mund të kenë qenë të enkriptuar. Tani unë po hyj në kontekst fiction, por janë gjëra që arrihen edhe bëhen. Sidomos kur hakerat kanë një bashkëpunëtor brenda sistemit. Zoti Kallaxhi, sa i rrezikshëm konsiderohet grupi Homeland Justice në nivel
këta në përgjithësi nuk është se janë vetë një grup i strukturuar hakerash, por këta janë një pjesë e shtetit të Iranit që në shumicën e rasteve këto lloj grupimesh funksionojnë duke rekrutuar hakera të shteteve të ndryshme për të krijuar për të bërë sulme kibernetike për të paguara nga shteti i Iranit për vende të ndryshme. Që do thotë që kur bën një sulm kibernetik, hakerat nuk është e thënë që janë gjithë në një location, mund të jetë njëri në Zeland të Re, tjetri në Australi, tjetri në Pakistan, tjetri në Afrikën e Jugut, një tjetër në Peru, kështu që mund të jetë i decentralizuar lëvizja e këtyre personave që kryejnë këto lloj sulmesh. Çfarë mund të ndodhë nëse hakerat kanë marrë dokumente të sistemit të drejtësisë? Çështja është, unë e thash edhe pak më parë, ata kanë mundësinë për të influencuar vendime, kanë mundësinë për të modifikuar këto vendime, sepse ne nuk e dim çfarë aksesi kanë marrë, si e kanë marrë aksesin, mund të kenë pasur mundësi edhe për të manipuluar vendime të caktuara. A mund të përdoren këto sulme si presion politik ndaj Shqipërisë? Patjetër që po. Në shumicën e rasteve këto lloj sulme, sidomos kur janë të organizuara nga një shtet jo mik i Shqipërisë, këto dëna përdoren në dëm të saj ose për të arritur nëpërmjet dhunës digjitale, le ta quaj, dhe informacionet që kanë marrë për të arritur vendime që ndoshta një institucion nuk do t'i kishte marrë nëse këta individ do të qenë të informuar. A mund të themi se Shqipëria është në një luftë kibernetike të heshtur me Iranin? Jo vetëm Shqipëria, që është ne kur jemi online jemi përpara një audiencë prej 8.2 miliard banorësh dhe sa më madhe të jetë e hapur ky akses për përdoruesit dhe platformat tona sa më të hapura të jenë digjitale, aq më i lartë është probabiliteti që ne sulmohemi. A duhet të shpallet emergjencë kombëtare për sigurinë kibernetike? Nëse në rastin konkret Prokuroria e Përgjithshme del që janë marrë dhëna dhe janë komprometuar emaile të ndryshme dhe e kanë hyrë në root server, patjetër që po. Nëse do flisnim në tërësi për institucionet shqiptare të papërgatitura për luftën kibernetike moderne, çfarë do të thonim? Unë them që ne avash duhet të fillojmë të përgatitemi me të unifikojmë resurset si fillim dhe më pas që mos jemi që çdo institucion të ketë IT-t e vet, përgjegjësitë e veta dhe kështu që gjëja të degradojë. Kështu që nëse ne nuk arrim të kemi një ushtri në thojza digjitale kibernetike, një ushtri kibernetike, do ta kemi shumë vështirë të ardhmen të mbjetojmë dhe të kemi informacion privat.